Pra treguam hadithin e pejgamberit Allahu që transmeton Imam Buhariu. Pra hadith al-Qudsi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu: s'ka vepër që afron robin e tij më afër dhe më shpejt tek Allahu azza wa jall se sa vepra që Allahu azza wa jall i obligoi. Përse Allahu azza wa jall i don farzet të mësë shumti. E para që nga se farzet janë titulli i adhurimit të robit ndaj Zotit të vetë. Me kryerjen e farzit njeriu realizon qëllimin e krijimit të robëve të Allahut azza wa jall. Ka se thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i krijova për diçka tjetër vetëm që ta adhurojnë Allahun azza wa jall. Pra njeriu me kryerjen e farzeve faktikisht realizon qëllimin e krijimit, qëllimin e ardhjes sonë në këtë botë. E dita nga jo nga se është urdhim Allahut azza wa jall. Dhe si thonë të Ibn Qayyim, ai që e çmon Allahun azza wa jall e çmon dhe urdhin Allahut azza wa jall. Dhe Allahu i don farzat nga se veprat janë më së shumti që njeriun e fut në strehimorën e Allahut dhe afron afër Allahut azza wa jall. Dhe i don Allahu azza wa jall farzat për shkak se farzat janë shkaqe që njeriun e bëjnë të lumtën këtë botë dhe janë mjete që shpëtojnë në ahiret. E vepra prej farze më së shumti që Allahu azza wa jall e don, siç ka thonë Ibn Taymija, se Allahu azza wa jall nuk ka obligu pas imanit, pas tauhidit diçka më madhore, më të çmuar se sa namazin. Nga se Allahu azza wa jall të gjithë obligimet i obligoi në tokë, ndërsa namazin Allahu azza wa jall e obligoi në qiell. Të gjithë obligimet Allahu azza wa jall i obligoi me ndërmjetësues. Namazin Allahu azza wa jall ja obligoi ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pa ndërmjetësues. Namazi në krija e Islamit, që ka thonë pejgamberi Allahut, namazi është shtilla e dinit Allahut azza wa jall. Pra namazin Allahu azza wa jall e rënditi me një herë pas shahadetit. Nën kupton se është vepër më madhore që e don Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall namazin e veçoi, ku Allahu azza wa jall e obligoi fillimisht 50 kohë namazi gjatë ditës. Për këtë arsye kanë thonë dietarët se namazi është më madhore, më i çmuar te Allahu azza wa jall se sa agjerimi, është më madhore se sa zekati dhe kryerja e haxhit, nga se këto obligohen një herë në vit. Ndërsa namazi përsëritet për çdo ditë, pra nën kupton se namazi a vepra më madhore që e don Allahu azza wa jall. Pra thonë të Imam Ahmed ibn Hanbeli se nuk arsyetohet për mos kryerjen e namazit vetëm një njeri. A di cili është njeriu që arsyetohet? Njeriu i çmendur që e kalon ajo që s'mund të donë të bardhën nga e zeza. Arsyetohet vetëm ai njeri që s'din të logjikohe, i vetmi që arsyetohet për braktisjen e namazit. Ndërsa për agjerim, për zekat dhe hax arsyetohen shumë njerëz. Pra lejo të ndërshëm për këtë arsye thonë të pejgamberi Allahut se shtilla e Islamit është namazi.